Ndryshe nga viti I kaluar ku kishte prodhim masiv të frutit të qershisë në Dibër, këtë vit prodhimi është shumë I vogël. Tregtari I përvitshëm I këtij fruti që shet prodhimin në rrugën nacionale Peshkopi Maqellar, Agron Ferruku, thotë se sasia e qershisë prodhuar nga fermerët e Dibrës është e papërfillshme me atë të vitit të kaluar. Aktualisht 1 kilogram qershi shitet me 600 deri në 700 lekë, një çmim ky shumë I lartë për periudhën në të cilën ndodhemi, pasi duhej që prodhimi të ishte masiv. Por dëmtimi I fermave nga moti I ftohtë I prillit ka bërë që të mos ketë prodhim. Edhe agroni ka pemtoren e tij me qershi, ndërsa shpreson që shteti ta subvencionojë për dëmin që I është shkaktuar. Këtë vit vetëm 3 veta kanë qershi në Peshkopi. 99% si të shku puna do I shesim me kokra jo me kile. 2 herë ngrica, I ka dëmtuar gjethe, sythe, lule, 6 me 7 për momentin. Dibër, 3 veta thash kanë qershi. Kto që kanë karburantin poshtë me, unë edhe I djalë nga dëshishti. E është edhe Aqib Zebi. Edhe ai kishte 5-6 kuntal, do mi sjelli mundi shes këtu. Vetëm ta mbaj klientelën, ta përgdheli si mjet, ta mbaj, ta përgdheli. Që mos I marrë mallit të hanë qershi mo vit tjetër. Qefi më ka të punoj, dëshirë për punë nuk kam. Në ka ik vullneti për punë. Jemi demoralizuar. Presim në I dëm shpërblim për shtetit, inshallah do bie mendja se ka shqiptar. Ka qenë djali me I grup fermersh, ke drejtoria e bujqësisë. Kemi shpresë, inshallah, në I dëm shpërblim, vetëm ato shpenzime që kemi bëhet pak të marrim si mjet. Me spërkatje, me krasitje, me plerim, me frez, me pastrime bloqësh, ka nevojë çdo 2-3 javë të hiqet bari aty në vaditje. Mi llogarit drejt shemi jo grop, po kemi hot tamam kanal kur thohet I brani. Si mjet kemi hot. Fermerët e qershisë në Dibër janë më të dëmtuarit këtë vit, pasi në zonat e tjera ka patur prodhim si në Berat e Elbasane të tjerë.